Përshëndetje, ju njoj me titujt kryesor të gazetave për këtë të shtunë dhe 31 maj. Gazeta Telegraf hapet me lajmin gjyqtarët e vettingut tani japi llogari vetëm Zotit. Harta e re gjyqësore rezultoi një eksperiment i dështuar i KLG-s me njerëz mediokër. SBA në mbrojtje të lirisë së shtypit dhe demokracisë. Analizë nga Angel Musaj, drejtori i gazetës Telegraf. Frank Shkreli ish drejtori i VOA-s, Shqip do flitet, Shqip do shkruhet edhe në Sanxhak, ku politikanët detyruan shqiptarët të asimilohen në kombësi artificiale. Kryeministri Edi Rama, Shqipëria në bashkëpunim me aktor vendas dhe ndërkombëtar pozicionohet në hartën globale të inovacionit. Mimoza Kaçi, AMF në forumin e Nike në SBA. Digitalizimi dhe rritja e përfshirjes kyçe për zhvillimin e tregjeve financiare. Në gazetën Panorama mund të lexoni integrimi evropian, negociatat BE në qershor hapen të gjithë kapitujt me Shqipërinë. Nga emigrimi masiv përfitojnë trafikantët, ambasada amerikane publikon mesazhin e sekretarit të shtetit, duam ta parandalojmë. Helmimi fëmijëve në Gramsh nga vezët me salmonel, viti shkollor 2025-2026 nis gara për punësimin e mësuesve. Studiuesi Arbëresh që siguroi foton e fundit të fishtës. Në gazetën Dita mund të lexoni Tirana, Saliu dhe Rama, disa statistika shumë domethënëse që vërtetojnë tezën e stërthën se shqiptarët janë të lodhur me qeverisjen Rama, por refuzojnë shumë më tepër opozitën Berisha. 2 aksidente në sektorin minerar brenda pak ditësh, plagosen punëtor në Bulqiz dhe në Martanesh. Çfarë ndodhi dje në Kas, një pasqyrë e qartë kush është me transparencën dhe kush është me lojën e dyfisht. Më në brendësi mund të lexoni rreth 140.000 dosje stok në gjykatë. Panorama Sport hapet me lajmin PSG Inter ja kush e fiton Championsin, 2 serb të dashuruar me Shqipërinë. Ish trajneri Partizanit dhe ai Elbasanit dobësi për vendin ton. Bajrović lë Tiranën, Farruku zgjedh Dinamon. Sinani vjen nga Seria C, Taipi ika për Milani zyrta Arizona Allegri, Gasperini drejt Romës. 110 milion për Vircin, Arnold firm me Realin. Gara Jon Kmas fiton rrethin e 82 ciklistik.